Përshëndetje, më vjen shumë mirë që shihemi përsëri. Unë të kam ndjekur gjatë gjithë kohës edhe ka qenë një emocion i veçantë për të kuptuar që më në fund shqiptarët mbas një letargjie të pashpjegueshme për mua, këto 12 vjet, gjetën një shkak dhe u zgjuan ashtu si papritur me emocion në një protestë të jashtëzakonshme, të cilën ne kemi mbështetur që nga sekonda e parë dhe kemi ndërmend si thot edhe ai vargu i poezisë, kam ndërmend të dua prap, pra kemi ndërmend ta mbështesim prap. Tani më thuaj ti mua si po shkon, si është gjendja brenda, është si pyetja që i ka bër Churchill njerëzve që takoi në tren, në tube, që i tha how is the mood? Pra si është gjendja shpirtërore e protestuesve sot? Gjendja shpirtërore e protestuesve është e paimagjinueshme dhe sinqerisht para 2 muajve kur gjithçka nisi, askush nuk e imagjinonte që pas 59 ditësh ne do ishim kaq shumë në këtë shesh dhe me këtë energji dhe me këtë dëshirë për të shkuar deri në fund të misionit që gjithkush që vjen këtë shesh ka marrë përshtypër. Sinqerisht, unë jam i surprizuar, i mrekulluar do thoja nga prezenca e njerëzve, nga qëndrueshmëria e njerëzve. Siç ju e thatë deri më sot, ne nuk ishim ftuar që njerëzit të ngriheshin. Ndoshta nuk dia a mund të themi që ishte e pashpjegueshme mos letargjia në cilin ishte futur shoqëria jonë. Ndoshta është diçka normale për një shoqëri që ka qenë në një diktaturë ekstreme për gati 50 vjet. Dua kohën e vetë të mësoj dhe që të ngrihet dhe më në fund u ngrit dhe them se sinqerisht sot ne jemi të mrekulluar nga kjo që shohim, nga kjo që përjetojmë çdo natë në këtë shesh, nga ajo që edhe nga feedbacket që marrim nga njerëzit që ndoshta nuk kanë mundësinë të vinë këtu, por që janë mbështetës dhe që na dërgojnë me mjet mesazheve, nëpërmjet takimeve që mund të bëjmë, ata me zemrën, me shpirt janë me ne. Natyrisht që grumbulli i madh i njerëzve, familjarëve, nënave, baballarëve, fëmijëve, vajzave e djemve të rinj, të vjetër apo të rinj, që kanë dalë në shesh, kanë qenë jashtëzakonisht të domosdoshëm për situatën aktuale në Shqipëri dhe nuk ngatrohet kjo me asgjë tjetër. Por Lisandri, unë ty do të bëj një pyetje për një informacion dhe dua të di psen e asaj që ka ndodhur. Në mos gaboj, përpara disa ditësh u përpoq të bëhej një aktivitet, një lloj konvente, një mini kongresa, një mbledhje e madhe e njerëzve në një nga ambientet, nuk e di se ku, nuk e kam shumë të qartë, por që u shoqërua me zënka tipike shqiptare, kush je ti e kush jam unë, pse je ti këtu se duhet jem unë, kush duhet jetë shef. Kjo për këtë duhet pyetja ime për këtë është, a e para pse ka ndodhur kjo? A mund të ishte parashikuar dhe të ishte parandaluar? Dhe e dyta, a ka një rrezik që të përsëritet prap duke hequr vëmendjen nga një gjë nga një kohezion i jashtëzakonshëm njerëzor që praktikisht është në shesh, në bulevard? Shikoni, duhet keni parasysh diçka. Iniciativa të secilit apo të një grupe një taktuara njerëzish, jo domosdoshmërisht që mund të kenë qëllime shumë të mira, thjesht gjithë kjo situatë është pak e panjohur për gjithë ne. Është pak shumë e madhe se gjithkush prej nesh. Dhe ndoshta iniciativat gabuara që rezultojnë gabuara më pas mund të ndodhin, por një gjë do t'ju siguroj, që asnjë nga këto iniciativa nuk e tjetërson dot shpirtin e protestës, asnjë nga këto iniciativa sido që të rezultojnë nuk e zhbehin dot forcën e kësaj proteste, kështu që unë nuk shqetësohem fare.